Situata më problematike në jug, rreshje intensive shiu dhe dëbore, si parashikohet moti për orët në vijim. Rreshje të dendura shiu, kjo duket se do të jetë situata meteorologjike gjatë orëve në vijim e deri pas mesnate, në një kohë kur prej ditësh problemet janë evidente në të gjithë vendin si pasojë e motit të keq. Meteorologët deklarojnë se situata do të jetë më vështirë në jug, ndërsa gjatë fundjavës pritet ulje e intensitetit të rreshjeve. Më e keqja ende nuk ka kaluar. Në orët në vijim deri në mesnatë, më problematike situata do të jetë në jug, sidomos Vlorë, Gjirokastër, Korçë, Sarandë. Parashikohet që në zonat qendrore probleme do të ketë Durrësi dhe Kruja. Ditën e sotme priten rreshje, por jo aq intensive. E premtja dhe fundjava pritet ulje ose ndërprerje rreshjeve. Rikthehen rreshjet e dëborës në zonat e thella malore. Nga fundjava dhe java e parë e dhjetorit do të kemi disa ditë të njëpasnjëshme pa rreshje, thonë meteorologët.